një paraqitje, edhe kur mbaron paraqitje dhe kur gjithmonë ka kureshtje. Kur personën publik vinë pas paraqitjes pyesen. Interesohen, do të thotë çfarë është, si është, prej nga është. Ajo është, domethënë, një dëshmi që u kalon shumë përshtypje pozitive. Edhe kjo ka ndodhur gjithmonë. Kjo ndodhi tani edhe që ishim edhe në Berlina Filharmoni, kur pas paraqitjes gjithë ato njerëz kanë ardhur, jo se ato, po unë ende nuk mundem ta besoj që vjen shembull një huj, një gjermane, që s'kur se kanë dëgju muzikën shqipe dhe vjen aty thot unë u emocionova. Seriozisht, thot unë u emocionova, thot nga kjo çka ndodhi këto, nga tingulli, nga këndimi, pastaj në Berlina Filharmoni ka një fuqi shumë të madhe e muzika, e diskutuam edhe më herët. Shumë interesante. Edhe ka gjithmonë, domethënë, komentet mira, e vlerësojnë, po në përgjithësi në fakt edhe vlerësohet jashtë kufive, të huajt e vlerësojnë shumë kulturën e të tjetrit. Më thonë se duket diçka shumë e ndryshe edhe unikate. Autentike, edhe kanë dëshirë ta njohin, ndoshta të marrin pak më shumë informacion edhe të dinë prej ardhen se prej nga vjen. Pastaj edhe xhubletën që në Berlina Filharmoni kisha shumë doja pa tjetër, se unë kur kam dalë përpara për skenë kam dalë shumë e thjeshtë. Xhinsat e grista, domethënë kam dashur që qiftelia të jetë ajo me vëmendje. Jo veshja, apo jo se si dukemi unë. Ajo ka qenë qëllimi im. Por tani doja shumë e kisha për dëshirë edhe që kësaj radhe qiftelinë dhe xhubletën të jenë me një skenë së bashku. Edhe xhubleta gjithashtu mori shumë vëmendje, ku njerëzit pyesin, wow, çfarë është kjo veshje? Pastaj ti, dhe kjo është ajo promovimi që ti e bën si artist, sepse kur vjen i një huaj dhe të pyetën ti, pastaj ti jep informacione shumë të rëndësishme. Pastaj me veshjen që ti e paraqen skenë, me instrumentin, me këndimin, ti pastaj përveç asaj i tregon edhe pak historinë. I tregon si për shembull thuhet që xhubleta është një trashëgimi kulturore, është e mbrojtjet e UNESCO-s, pastaj flet pak edhe rreth qiftelisë, jo vetëm rreth kësaj, po flet pastaj edhe rreth lahutes, rreth këngës shqiptare, rreth shumë gjëra. Edhe kjo ajo është më në fund që e bën edhe më të bukur gjithçka. Cila ka qenë performanca që ndoshta për ty mbetet si kujtimi më i bukur me Çiftelinë?